Fugë! Po, shefi! Që keqim? O, shefi! Që këto që shkujnë këto lajme këshu edhe? Që lajme? O, shefi, që ka ndodhur? Po si që ka ndodhur, dhe? Po thënë gjasme në për këto vërdall që Rama pas ka dash këtë vrenosin e Korçës me bët deputet në vete me morë se ka vota i janë e njofin e bojnë e këshu. Po miro ti qetësohet ti pra të e deshe, ç'ke tani? Po si që pra të desh, pse pra të desh unë? Po pra shumë the. Po jo, o Fugë, po mos nga ta rror, burr. Po pse për çfarë deshe? Unë desha ta takosh edhe kisha përballë se ti e di që unë ti them gjonat në sy, flas shumë në rrjetet sociale. Po e di. Ta kishe herë ty përballë ta shajsh herë dësha po ti këtë 12 vjet që na çat drasat aty. E Rama kështu, Rama ashtu. Drejt. Ja ishe trunet i salës të ta mërzitësha keq fare. Pra e të nxirje dufin këto. Po më pra më i thashe ti Niko se ja kishte pas numrin, i thash po ti ç'ne ke muhabet me këtë të PD-s? Trastari poshter. Po jo, thosë se jemi pe Korçë të dy tha pra ne. Po nëse na kanë bërë tash sikur e pas kam dashur me ja blek këtë PD-s me bë merkato para zgjedhjeve. O ju raftë pika. I ke drejt fshinj ato lajme, kush i ka shkruajtur, kush i ka pllafet? Direkt. Ik shpejt. Direkt, mos të mërzit. Mos, qetëso, pa. Na, xhan. Kush është më i miri në botë? Unë jam. Kush është më i bukur në botë? Unë. Kush është i di vogël? Unë. Çe i vogël, ku ti thua i vogël ti? Unë jam 2 metër burr. Koma 53 ti thu. E ti me për këtë li? Mirë, shumë mirë. Xhan, na. Qetëso, shefi, qetëso.